Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshimin në territorin e komunës së Gostivarit, duke lënë në ujë disa zona të banuara. Sipas informacioneve nga tereni, më të prekur janë fshatrat Llakavic, Turçan, Forin, Çegran dhe Tumçevisht. Situata më e rënduar paraqitet në Forin, ku gjatë mbrëmjes së kaluar banorët janë përballur me përmbytje serioze, duke luftuar për të mbrojtur shtëpitë dhe pronat e tyre nga uji. Ata apelojnë që institucionet kompetente të reagojnë me urgjencë dhe t'u dalin në ndihmë, pasi dëmet materiale dhe humbjet janë të konsiderueshme. Situata është jo stabile dhe besoj se deri në mëngjes të përfundojë gjithë kjo, po momentalisht është situatë e rëndë. Të themi të drejtën, parafërsisht 60% e fshatit gjendet në ujë momentalisht. Për momentin janë mbi 500 shtëpi të dëmtohet dhe ka bujq të cilët dhënt i kanë katastrofë, kina ngërkohë për policisë, për cukut kina ngërkohë ndihmë, ato në kanë parapa hiç, nuk në kanë marrë asnjë iniciativë për në ndihmë. Situata është alarmante fatkeqësisht, shpresojmë institucionet kompetente na dalin në ndihmë dhe ta tekalojmë këtë situatë. Po realisht nuk kam ndonjë informacion që kena marrë ndihmë, i pesë bashkëtarët nuk kena ndonjë ndihmë, shpresojmë që të marrim ndihmë. Pamjet nga tereni mbrëm dukeshin të frikshme, ujërat e lumit Vardar vërshuan pa mëshirë në porobore dhe shtëpi, duke shkaktuar panik dhe pasiguri te banorët e zonës. Fatmirësisht gjatë ditës së sotme situata është stabilizuar dhe niveli i ujit ka rënë, duke u dhënë banorëve mundësinë për të marrë frymë më lirshëm dhe për të nisur evidentimin e dëmeve. Megjithatë, shqetësim mbet në shtëpitë e mbyllura të mërgjimtarëve për fatin e gjendjen të cilëve ende nuk ka informacione të saktë. Autoritetet pritet të ndalin me një vlerësim zyrtar të dëmeve ditët në vijim.